Benita qëndron përballë kamerave me një qëndrim të vendosur, ndërsa flet hapur dhe me sinqeritet për marrëdhënien e saj me Limin. Ajo fillon të tregojë historinë nga fillimi, duke shpjeguar se ka qenë e lidhur me Limin dhe se ai ka qenë i dashuri i saj. Fjalët e saj janë të drejtë për drejta, pa turp, dhe çdo frazë tregon sigurinë që ajo ka për atë që ka ndodhur. Gjatë deklaratës, Benita shpjegon se marrëdhënia e tyre nuk ka qenë një moment i rastësishëm apo diçka e lehtë. Ajo tregon se ka ndjerë emocione të forta dhe ndjenja të vërteta për Limin, dhe se çdo afrim, çdo prekje dhe çdo moment i kaluar pranë tij kishte kuptim për të. Ajo shprehet se ka investuar ndjenja, besim dhe kohë, dhe për këtë arsye çdo gjë që ka ndodhur mes tyre ka pasur një rëndësi të madhe. Benita thekson gjithashtu se pavarësisht nga ajo që ndodhi me të tjerët ose nga situatat e jashtme, ajo nuk ka problem fare me askënd dhe nuk I intereson se çfarë mund të mendojnë të tjerët për marrëdhënien e saj me Limin. Ajo e bën të qartë se ndjenjat e saj janë të sajat dhe se ajo nuk ka nevojë për miratimin ose gjykimin e askujt tjetër. Teksa flet, Benita thekson se kjo deklaratë nuk ka për qëllim të provokojë ose të ofendojë dikë, por thjesht të tregojë realitetin e asaj që ka ndodhur. Ajo shprehet se është e rëndësishme të tregojë të vërtetën dhe të mos fshehë ndjenjat e saj për Limin, sepse këto janë pjesë e asaj që ajo është dhe e asaj që ka ndjerë. Gjatë gjithë momentit, Benita përshkruan edhe emocionet e saj gjatë kohës kur ishte e lidhur me Limin, lumturinë, kënaqësinë, ndjesinë e sigurisë dhe afërsisë që ajo kishte përjetuar pranë tij. Ajo thotë se këto ndjenja e kanë bërë të ndihet e vlerësuar dhe e dashur, dhe se pavarësisht nga situatat e mëvonshme, ajo nuk ka pasur asnjë pendim për atë që ka ndodhur. Benita përfundon deklaratën e saj duke thënë se nuk do të lejojë që askush ta bëjë të ndjehet keq për ndjenjat e saj. Ajo thekson se Lim ka qenë dhe mbetet pjesë e rëndësishme për të dhe se në nuk I intereson se çfarë mund të mendojnë ose thonë të tjerët. Ky moment pasqyron një kombinim të fuqishëm të sigurisë, pavarësisë dhe vendosmërisë, duke e bërë deklaratën të gjatë, dramatike dhe emocionuese, perfekte për një video mbi 5 minuta.